të nëntë që organizata Litmanetit zbaton përmes mbështetjes aktorëve të rëndësishëm si Kursana Agjencia Kombëtare e Rinisë. Sot ndodhemi në Sarandë, në qendrën rinore, është pikërisht një nga mjetet më të reja që ka mbështetur Agjencia Kombëtare e Rinisë, dhe gjej rastin për t'i falendëruar për mundësinë, por edhe që ofron këtë shërbim të ri të gjithë të rinjve të Sarandës dhe jo vetëm. Jemi me dy shkolla, shkollën përfaqësuese të Sarandës, Antonia Thanas, Eduard Orkidja, dhe nga Konispoli, shkollën Bidoseko, Eduard Orkidja. Mirë, ju e dini që qëllimi i këtij kampionati, pra i këtij projekt programi, është zhvillimi i mendimit kritik, dhe ne pikërisht jemi sot këtu për të zbuluar mendje të reja, argumente të reja, dhe të shohim se sa të mirë do jenë nxënësit e të rinj që janë përgatitur për debatin e sotëm, që do të vlerësohet nga një juri e përbërë nga Qamile Caca, asistent pedagoge në Fakultetin e Shkencave Sociale, Glingjet Madi, pjesë e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Tiranë, dhe Eliverta Muço nga Organizata Liburnetik, që të tre antar jurie që kanë qenë në edicionet e kaluara, ju i njihni disa prej tyre, por edhe që e njohin shumë mirë formatin dhe do të bëjnë një vlerësim sa më transparent, ndaj unë ju uroj suksese dhe do të fillojmë pa humbur kohë me debatin e parë. Tema është ekonomia qarkulluese kundrejt ekonomisë lineare, cili model është më realist në botën moderne. Ju e njihni temën. Uroj që ta keni përgatitur sa më mirë. Ne duam një debat, nuk duam thjesht analiza apo studime statistika. Duhet vini në punë mendjen tuaj, padyshim, se ajo është gjëja kryesore, dhe padyshim duhet të kemi pak logjik edhe koherencë në mendimet edhe argumentet që do të jepim. Do të filloj skuadra që mbajnë qëndrimin pronë, ndaj do bëjmë tani zgjedhjen e qëndrimit. Konispoli ka drejtën e zgjedhjes te globi i vogël, dhe në debatin e dytë do të zgjedhë shkolla Antonia Thanas. E tregojmë nga kamera, Sunira më ndihmon me tjetrën, mund ta hapësh. Kundër është Antonia Thanas. Nga ky moment keni 7 minuta kohë përgatitore.
mos i fikni mikrofonat gjatë debatit. Në momentin që mbaroni e mbështesni mbi tavolinë ose ja kaloni shokut që do marrë fjalën. Jemi në debatin e parë, debatin e skuadrave. Në këtë debat të 8 anëtarët duhet flasin, që do të thotë secili prej jush do të marrë të drejtën e fjalës, maksimalisht 1 minutë. Momenti që dëgjon zilen do të thotë që duhet të ndërpresi ndërhyrjen e tij. Kur themi ndërpresi nuk do të thotë që në atë moment ju e lini fjalën, se ndoshta mund të jeni duke e përfunduar argumentin dhe është mirë që ta përfundoni, nuk ka problem. Jo të zgjasi 1 minutë tjetër. Do të filloj skuadra që mban qëndrimin pro, sipas formatit, dhe do të pasohet pastaj nga skuadra që mban qëndrimin kundër për të 8 ndërhyrjet. Suksese. Përshëndetje, quhem Graciela Arapi dhe jam nga shkolla Bidoseko Konispol dhe kam qëndrimin pro ekonomisë qarkulluese, sepse në vende me kapacitete të dobta industriale, politika qarkulluese kërkojnë kombinim të efektive dhe transparencës publike. Sipas analizave të Bankës Botërore, ligje për menaxhimin e mbetjeve duhet të shoqërohen me monitorim në terren dhe burime administrative. Të shpeshta penalitetet për shkeljet na ndihmojnë në reduktimin e ndotjes deri në 50%, duke parandaluar dëmet mjedisore dhe duke forcuar zbatimin industrial. E respektoj mendimin tuaj. Ju thatë që ne nuk e mohojmë faktin që ekonomia qarkulluese mbështet mjedisin, gjithashtu dhe ajo linearja. Sot, realisht nuk do të thotë se çfarë dëshirojmë të funksionojë, por çfarë funksionon në praktikë dhe cila është më e zbatueshme. Ekonomia lineare është më dominuese. Ajo është e shpejtë e thjeshtë e zbatueshme për botën moderne. Prodhimi i ekonomisë qarkulluese kërkon infrastrukturë, investime të mëdha dhe ndryshime kulturore, gjë që shumë vende në zhvillim si kanë ende. Ne nuk kemi pse investojmë në transformim të menjëhershëm të ekonomisë qarkulluese, ndërkohë që mund të përmirësojmë ekonominë lineare. Vetëm 9% e mbetjeve globale riciklohen, çka tregon se tregu globalisht funksionon në këtë ekonomi. Henry Ford, siç ka thënë, prodhimi masiv është çelësi i prosperitetit dhe ekonomia lineare ka ndërtuar botën moderne. Pyetja ime për ju është, a është realiste zgjidhja që ajo funksionon sot apo që nuk funksionon realisht dhe plotësisht në botën tonë? Faleminderit. Atëherë përshëndetje, unë quhem Erina Maksuti dhe mbaj qëndrimin pro. Me të drejtë mund të ngrihet një shqetësim në Shqipëri dhe është e vërtetë që janë disa sektorë janë më të vështirë për të përqarkulluar, si materialet e përzjera, produktët komplekse elektronike dhe produkte komplekse të cilat evoluzojnë ekonominë qarkulluese. Por kjo nuk do të thotë që ekonomia qarkulluese rrëzohet, përkundrazi ajo bëhet edhe më domosdoshme. Sipas statut të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, Shqipëria prodhon rreth 1.3 milion tonë mbetje në vit dhe riciklon më pak se 20% të tyre. Pra problemi kryesor nuk është se mjedisi se materialet nuk qarkullohen, por se shumica e tyre nuk menaxhohet siç duhet. Përshëndetje. E vlerësoj mendimin tënd, por unë mendoj që ekonomia qarkulluese është e vështirë për të realizuar sepse ka shumë shpenzime të larta fillestare. Ajo kërkon investime të mëdha dhe në disa vende me buxhet të limituar, si gjithashtu dhe vendi ynë, këto janë kosto që nuk përballohen dot lehtë. Pra, pa infrastrukturën e duhur dhe sa do e mirë të jetë idea, realizimi i saj ose mbetet i pjesëshëm ose dështon. Një fakt thotë se në Shqipëri për periudhën 2020-2022 mbi 80% e mbetjeve urbane përfundojnë në landfill, ndërkohë që vetëm rreth 13% e tyre riciklohen. Dhe ky fakt na tregon se pa kapacitetin për të patur infrastrukturën e duhur, ne nuk mund të kemi një sistem qarkullues ende. Gjithashtu, plani kombëtar 2020-2035 parashikon investime të mëdha për ndarje, riciklim dhe trajtim, që do me thënë tranzicioni kërkon akoma kohë dhe burime të konsiderueshme financiare, që do me thënë pa patur investime të duhura, që janë realizuar akoma për infrastrukturën tonë, ekonomia qarkulluese mbetet akoma një synim, një realitet. Dhe për ta mbyllur kisha vetëm një pyetje. Nëse nuk ka buxhet për tranzicionin, si do ta përballoni atë? Faleminderit. Përshëndetje, Luciana, klasa e 10 dhe unë respektoj mendimin tuaj dhe keni një pikë të fortë në
atë që juve thoni, por në fakt unë mund t'i kthej një përgjigje pyetjes tuaj. Pasi tranzicionin për ekonominë qarkulluese mund të jetë një kombinim që mund të paguhet nga fondet publike, gjithashtu fondet e bizneseve dhe nga kombinimi i buxhetit të konsumatorëve, sepse sipas OCDE-s shumë vende përdorin buxhetin publik për të subvencionuar riciklimin dhe inovacionin, ndërsa bizneset japin kontributin e tyre në teknologji të ripërdorimit dhe prodhimit të sigurt. Por sipas studimeve që janë kryer, ato na tregojnë se mbështetja në ekonominë qarkulluese mund të sjellë fitime 2 deri në 3 herë më të larta si për bizneset ashtu edhe për shoqërinë. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Visata Baze. Ju thoni se ekonomia qarkulluese është më realiste, por unë them që nuk ekziston akoma një strukturë e integruar e konsumit për ta mbështetur atë. Qarkulloria nuk funksionon vetëm me vendime të shkruara në letër, por që ajo të funksionojë kërkohet bashkëpunimi i qytetarëve, bizneseve dhe institucioneve. Nëse qytetarët nuk ndajnë vetjet e tyre, nëse bizneset nuk ndryshojnë mënyrën e prodhimit dhe nëse institucionet nuk koordinojnë politikat, atëherë sistemi nuk funksionon. Që ky ndryshim të ndodhi, kërkohet kohë, edukim dhe mekanizma të fortë institucional. Sipas World Risk Poll 2022, Shqipëria, Kosova dhe Malizi renditen ndër vendet me përqindjen më të ulët të familjeve që ndajnë mbetjet e tyre në shtëpi. Kjo tregon se kultura e riciklimit për këto vende është shumë e kufizuar. Dhe siç thot ajo shpreha, nga e thëna në të bërë është në mes një deti tër, synimet nuk janë realitet. Dhe lind natyrshëm pyetja, nëse ekonomia qarkulluese është më realiste, atëherë pse shumica e vendeve nuk i zbatojnë objektivat që vetë kanë vendosur? Faleminderit. Përshëndetje, Aleksi Velo, nxënës i klasës së 10. Respektoj mendimin tuaj, por në ekologji nuk do të thotë të synosh për idealin e zero mbetjeve, por për një objektiv më të vogël që mund të ketë pritshmëri më të mëdha. Në Shqipëri, rreth 19% e mbetjeve riciklohen, ndërsa pjesa tjetër depozitohet në landfille. Sipas Agjencisë Kombëtare Mjedisore, pilot projektet e realizuara në metropole, siç janë Tirana dhe Durrësi, kanë patur rezultate të mira. Në këtë mënyrë, ideali zero mbetjeve përmirësohet dhe shumë mbetje mblidhen. E respektoj mendimin tënd, por unë mendoj se ekonomia lineare është më realiste, sepse teknologjia nuk e mbështet 100% qarkullore. Qarkulloria kërkon institucione të forta dhe standarde të larta si ndarjen e mbetjeve e të tjerë. Gjithashtu shumica e produkteve në ditët e sotme janë kompleks për të ricikluar ose shpeshherë të pamundura. Në Shqipëri, vetëm 18% e mbetjeve riciklohen. Kjo tregon se në praktik sistemi mbetet linear. Gjithashtu, në BE ka shumë plastika që nuk riciklohen dot sepse janë kompleks. Kjo tregon se sistemi dhe teknologjia qarkulluese ka kufi të dukshëm. Pyetja ime për ju është, nëse sistemi dhe teknologjia juaj ka kufi, çfarë sugjeroni të bëjmë me mbetjet që nuk mund të riciklohen? Po, ke një pikë të fortë në argumentin tënd, por ende unë mbaj qëndrim pro ekonomisë qarkulluese, pasi ajo realisht ekziston në Shqipëri dhe ka rezultate të suksesshme dhe reale. Për shembull, nëpërmjet Material Recovery Facility ka të riciklojë 27% të mbetjeve të riciklueshme, duke hapur vende të reja pune si dhe duke reduktuar sasinë e mbetjeve në landfille. Një tjetër shembull është Tirana, ku planet e paketave të riciklimit kanë arritur të mbledhin mbi 5000 tonë mbetje plastike dhe kartoni, për të cilat kanë organizuar biznese të vogla riciklimi. Këto biznese krahas përfitimeve ekonomike që sjellin dhe përfitime mjedisore, pasi sasia dhe ndikimi negativ i këtyre mbetjeve në mjedis reduktohet. Një shembull tjetër është Tirana, ku iniciativat e kompostimit të zbatuar, të kompostimit të mbetjeve organike, është zbatuar në mbi 1200 familje të vendit, të cilat kanë kthyer mbetjet organike në ple organik për të shmangur përdorimin e plerave kimike. Pra, me shembull që përmendëm pak më lart, vërtetohet se ekonomia qarkulluese ekziston realisht në Shqipëri dhe ka rezultate të suksesshme edhe në komunitet, edhe në ekonomi, edhe në mjedis. Se ekonomia qarkulluese është më realiste se ekonomia lineare, por më lejoni të ndryshoj mendimin duke thënë se bizneset nuk janë akoma gati për ndryshim. Nëse sektori privat e sheh tranzicionin si një rritje kostoje ku ka ekspertizën e duhur, atëherë zbatimi masiv ndërpritet. Në Ballkanin Perëndimor 49% e bizneseve e shohin këtë si një rritje kostoje, ndërsa në pjesën e mbetur vetëm 30% e shohin me ekspertizën e duhur. Pra, tregu nuk është plotësisht gati për ndryshim. Ju e dini shumë se pa mbështetjen e tregut, asnjë model nuk mund të jetë funksional. Më lejoni të pyes, pse bizneset duhet të marrin riske të papërballueshme, po pas tranzicionit fitimet do të jenë të garantuara? Unë respektoj mendimin tuaj, po edhe nëse tregu global mbetet linear, Shqipëria ka mundësi ta mbrojë
ekonominë e saj qarkulluese, sepse ekonomia qarkulluese kërkon edhe bazohet në efikasitetin e brendshëm dhe matshmërinë e materialeve. Si për shembull mbetjet e importuara ose produktet e importuara që vijnë nga jashtëti dhe nuk mund të riciklohen, bashkitë dhe kompanitë shqiptare kanë arritur që të implementojnë sisteme selektimi, ripërdorimit dhe riciklimit të mbetjeve, duke siguruar që produktet e përdorura të kthehen në burime të reja. Sipas institutit Vlerësoj mendimin tuaj. Qarkulloria nuk është realiste sepse riciklimi aktual është i brishtë dhe kryesisht formal. Një sistem nuk është realist vetëm nga sloganët, por duhet jetë dhe i qëndrueshëm. Kur riciklimi është informal, sistemi nuk është i konsoliduar. Rreth 80% e mbetjeve përfundojnë në landfillde dhe pjesa më e madhe e riciklimit kryhet nga grumbues informal. Sipas KLSH-s në Vlorë, rreth 30 individ të komunitetit rom mbledhin çdo ditë materiale të riciklueshme nga venddepozitimet. Kjo tregon që sistemi nuk është i organizuar dhe nuk mjafton për të përmbushur standardet e BE-s. Një sistem informal nuk është një sistem realist. Faleminderit. Përshëndetje, Kamila Korro, klasa e 10B, shkolla Bidoseko Konispol. E respektoj mendimin tuaj, por unë mendoj se ndërsa Shqipëria po zgjeron ekonominë e qarkullimit, investimi në riciklim dhe kompostim nuk është vetëm një shpenzim i shtuar. Përkundrazi, ai shkurton kostot afatgjata për familjet dhe bashkitë. Studimet tregojnë se bashkitë që investojnë në infrastrukturë riciklimi mund të ulin kostot e landfillit deri në 20-25% dhe familjet të përfitojnë nga mbetjet e kompostuara që reduktojnë nevojën për plek kimik në bujqësi. Për ta bërë këtë të qëndrueshëm politikisht, Shqipëria përdor modele bashkëfinancimi. Kështu që çdo kosto shoqërohet me një përfitim konkret dhe të matshëm, duke justifikuar politikisht mbështetjen dhe vetëm të riciklimit dhe kompostimit dhe duke treguar se ekonomia e qarkullimit është më e drejtë dhe efektive për të gjithë aktorët. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Bjorni, ju falenderoj për mënyrën e arsyetimit tuaj, por megjithatë unë mendoj se ekonomia lineare është më e mirë dhe më e zbatueshme gjithashtu në kushtet aktuale. Edhe përpjekjet e konsumatorëve nuk mjaftojnë për të bërë një ndikim të madh. Do të doja t'u bëja një pyetje. Si mund të funksionojë një ekonomia qarkulluese kur nuk ka një organizim perfekt sistemi? Le të mendojmë pak, si mund njerëzit të riciklojnë nëse nuk ka kosha të ndarë? Çfarë mund të bëjë konsumatori kur zgjedhjet në treg janë më të shtrenjta ose nuk gjenden fare? Pra, nuk është vetëm faji konsumatorit apo individit nëse infrastruktura bazë mungon. Faktet janë të pamohueshme. Studimet tregojnë se rreth 20 kompani janë përgjegjëse për mbi 50% të ndotjes së plastikës. Gjë e cila nënkupton që kompanitë e përdorin qarkulloren thjesht për marketing. Gjithashtu organizatat mjedisore kanë zbuluar fakte rreth greenwashing, ku produktet promovohen si eko ose të qëndrueshme, por në fakt ngelen si mbetje. Dhe në fund do të doja të thoja që pa një infrastrukturë ose sistem perfekt të organizuar, ekonomia lineare, mirë apo keq zbatohet sot. Dhe këtu lind një pyetje për ju. Apo ndërtojmë me të vërtetë një ekonomi sot qarkulluese apo thjesht po i shohim të tillë? Faleminderit. Enis Sheu, klasa e 10, e respektoj mendimin tuaj, por unë mbroj argumentin pro ekonomisë qarkulluese e jap se edhe pse disa mendojnë që ekonomia qarkulluese favorizon bizneset e mëdha, në Shqipëri ajo po rrit konkurrencë reale. Sipas të dhënave të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit dhe mbledhjes së projekte selektive në disa bashki, përfshirë dhe 120 ndërmarrje të mesme dhe të vogla, kanë çuar në krijimin e një tregu më të hapur dhe më inovativ. Mundësitë teknike s'janë një pengesë, por një mundësi për një lojë të barabartë. Shikoni, ja pra që ekonomia qarkulluese jo vetëm që nuk e dëmton mjedisin, por favorizon konkurrencën dhe jep mundësi biznesave të vogla. Përshëndetje, quhem Fatjona. Si antarja e fundit e grupit do të doja ta nisja fillimisht argumentin tim me një pyetje. A mendoni se duhet të vazhdojmë vërtet të investojmë në një zgjedhje e cila jo vetëm nuk është reale, por gjithashtu kërkon një kohë të gjatë për vendosje në zbatim? Deri më tani ne treguam se ekonomia lineare mund mos të jetë zgjedhje ideale, por është një model real në të cilin vazhdon të investohet. Ndaj ne sot i qëndrojmë vendimit kundër, sepse ekonomia nuk kërkon vetëm disa pika, por kërkon zbatim, dhe ekonomia lineare është në zbatim, çka e bën atë të prekshme dhe të arritshme. Ju faleminderit.
Faleminderit. Mirë, faleminderit të dyja skuadrave për përgatitjen. Do të vazhdojmë me debatin e dytë, debati i temave spontane, të cilat janë pjesë e shortit që zgjedh Juria. Kështu që njëra nga zarfet, okay. E lexoj. Të vetmit njerëz që kanë pushtet në demokraci janë politikanët. Të vetmit njerëz që kanë pushtet në demokraci janë politikanët. Pra, që edhe ju ta shkruani temën, po e lexojmë përsëri: të vetmit njerëz që kanë pushtet në demokraci janë politikanët. Janë apo nuk janë? Këtë e zbulojmë përmes qëndrimit. Kundër? Pro, e tregojmë nga kamera. Okay. Pro do të jetë Sonila, Anisa do të mbaj qëndrimi kundër. Nga ky moment keni 7 minuta kohë përgatitore.
Do të debatojmë tani në këtë debat të dytë. Nëse politikanët janë të vetmit, po, Sonila dhe Anisa, po. A ka ndryshuar? Okej. Si ke emrin, të lutem? A ti Anisa? Okej. Mirë pra, Anisa dhe Sonila në këtë debat përsa i takon temës të vetmit njerëz që kanë pushtet në demokraci janë politikanët. Do të filloj debatin Sonila, e cila mban qëndrimin pro, dhe do të pasohet pastaj nga Anisa që mban qëndrimin kundër. Të dyja ju do të keni të drejtë fjale 4 herë nga 2 minuta maksimalisht për çdo ndërhyrje. Mirë? Suksese. Shumë faleminderit. Atëherë, unë mbroj fort qëndrimin pro se të vetmi njerëz që kanë pushtet në demokraci janë politikanët. Do thoya që është shumë e vërtetë që populli ka të drejtën e votës për të marrë vendime ose për të shprehur mendimin e tyre, por konkluzioni na çon që në fund politikanët dhe politika janë ata që vendosin përfundimisht se çfarë vendimi do mirret për çdo temë të caktuar. Fuqia përfundimtare qëndron tek ata. Ata hartojnë ligjet, ata vendosin për ligjet, ata le të themi bëjnë mbledhje se çfarë ndikon negativisht ose pozitivisht dhe diskutojnë nëpërmjet tyre, edhe pse marrin justifikohen me faktin që populli merr vendimet, por realisht në thelb janë politikanët që kanë gjithë fuqinë tonë. Dhe ata bazohen plotësisht tek çfarë dëshirojnë të marrin dhe çfarë u duket e drejtë dhe ne na marrin për të mirëqen. Faleminderit. Atëherë po, ke një pikë të fortë në argumentit të normale, por që ende unë mbaj qëndrim kundër kësaj teme, pasi realisht pushteti ndërtohet nga ne, qytetarët. Sistemi aktual vërteton dhe jep mundësi kujdo. Ajo kanë themelet e saj qytetarët. Qytetarët kanë nëpërmjet votimeve zgjedhin atë që vendos ligjet, siç the dhe ti, por e zgjedhim neve atë. Kështu që na jep të drejtën ne. Neve pas zgjedhjes së politikanëve hartohen dhe ligjet dhe këto vinë si rrjedhoj. Në momentin që ne zgjedhim një politikan, në bazë të asaj që ai na paraqet neve, sepse para votimeve bëhen disa paraqitje, të cilat neve i dëgjojmë, vendosim në bazë të tyre dhe më pas votojmë. Në bazë të atit që fiton vjen dhe demokracia. Pra neve nëpërmjet asaj ndihmese apo nëpërmjet asaj vote që ne japim, ndërtojmë demokracinë tonë. Në fund të ditës çdo gjë është e ndërtuar nga ne dhe për ne. Faleminderit. Le të themi që çdo gjë është e ndërtuar nga ne dhe për ne, kështu mendojmë ne, shumica prej nesh, sepse ne dimë që në Shqipëri funksionon dhe korrupsioni përsa përmendet pjesën e votimeve. Transparenca nuk është 100% e saktë dhe sipas statistikave të korrupsionit Shqipëria është renditur në 36 pikë nga 100, pra kemi një korrupsion të lartë dhe ky korrupsion mund të përdoret edhe tek pjesa e votimeve. Gjithashtu ne kemi shembuj shumë të ndryshëm që politikanët kanë fuqinë dhe njerëzit mund të hasen me krizat e komunitetit, siç është lufta në lindjen e mesme, vendimet për të hapur lufta dhe për të shpallur, kjo është thjesht fal politikanëve dhe nuk janë marrë parasysh fare mirëqenia e popullit dhe se çfarë ata dëshirojnë vërtet. Pra, le të themi ta krahasojmë me komunizëm dhe jo demokraci. Demokracia është thjesht justifikim për të bërë njerëzit që të bien pre e gjithë kësaj performance fake. Sepse nuk është e drejtë që ne të themi që jemi në demokraci dhe të jepet mundësia e votës, e fjalës, e të drejtës tonë dhe ne të mbrojmë të drejtat tona, ndërkohë që ka shumë kriza në komunitete në vende jashtë Shqipërisë, sepse Shqipëria është një nga më të paktët, që tregojnë qartë se njerëzit janë aty për të bindur këtyre ligjeve, por dhe jo plotësisht. Kjo siç thash fal korrupsioni dhe mos transparencës të plotë
gjërave që ndodhin vërtet në politikë. Faleminderit. Atëherë ti përmende korrupsionin për sa i përket politikanëve dhe mënyrës se si ata marrin votat. Realisht ju e dini shumë mirë se në kushtetut ekzistojnë një sër ligjesh dhe masash janë ndërmarrë dhe vërtetuar atje. Ka një sër masash disiplinore, siç është policia dhe vëzhgues që gjatë votimeve, që vërtetojnë se korrupsioni në vota nuk ekziston. Gjithashtu, duhet të thomi se fjala demokraci në përbërje të saj, ose rrjedh nga fjala demos, që e dim shumë mirë do të thotë popull. Pra, demokracia është për qytetarët dhe nëpërmjet asaj një vote, apo nëpërmjet atyre masave që neve marrim, ndihmesës, siç e thash dhe më parë, ndikojnë dhe na ndihmojnë neve të ndërtojmë një demokraci në themelet të sakta apo të sigurta për të qenë më afatgjatë. Ju përmendën një pikë, jam dakord, por nga ana tjetër, siç thash edhe më parë, ka plot raste në botë që demokracia dhe pushtetin e ka politikanët. Të përmend edhe një herë luftën, fakti që nafta u ngrit nuk u mor parasysh fare vendimi nga populli, por morën direkt vendim politikanët sepse kanë pushtetin logjikisht. Gjithashtu Donald Trumpi është ai ka dalë në dosjen e Epsteinit, siç e dim të gjithë, dhe prap po gjykohet ndërkohë që është në pushtet. Pra, kjo nuk është kjo treguese se kush e ka pushtetin edhe pse gjykohet dhe akuzohet për këto krime të rënda që nuk është e drejtë. A mendon se njerëzit kanë vërtet pushtet ndërkohë që ata nuk mund të marrin vendimin për ta hedhur poshtë Donald Trumpin për këtë krim që ka bërë? Mendoj vërtet se ne duhet të ndërgjegjësohemi dhe të protestojmë, të ngrihemi më shumë për të drejtat tona dhe t'i mbrojmë qartë, sepse është thjesht një fasadë e bukur që mashtron popullin dhe duhet të dimë që politikanët kanë pushtet dhe ndonjëherë nuk e përdorin siç duhet. Faleminderit. Po ke një pikë të fortë në argumentin që the, por veçanërisht për lidhje me problematikën që ka ndodhur me naftën. Realisht ajo ishte një krizë që ka prekur botën, një pjesë të mirë të botës në mënyrë të drejtë për drejtë dhe jo në mënyrë të tërthortë. Kjo do me thënë që nuk i jep kohë qeverisë apo politikanëve që të konsultohen me qytetarët. Kjo kërkon një kohë shumë të gjatë për të realizuar, do me thënë, këtë qëllim, që të ketë konsultime të sakta me popullin apo për të marrë vendimi i miliona njerëzve në Shqipëri. Gjithashtu, duhet marrë parasysh që këta politikanë duhet të marrin një vendim me patjetër për sa kohë që bazuar në sisteme të tjera në botë, apo disa konsultime që mund të bëhen më tej, për shembull të mblidhen disa vende që të kenë këto konsultime dhe të dalin në rezultate. Gjithashtu sipas disa të dhënave në OECD, një pjesë e mirë e rreth 80% e qytetarëve në Shqipëri nuk kanë diploma. Pra, në një farë mënyrë ose me fjalë të thjeshta, qytetarët nuk janë të gjithë në dieni apo nuk e dinë se si të dalin përpara një problemi të tillë. Kështu që në dorë i ngelet një pjesë shumë të vogël të popullsisë dhe kjo pjesë e vogël e popullsisë nuk mund vendosi për të gjithë. Kështu që politikanët detyrohen që të marrin vendime në bazë të sistemeve të tjera që neve marrim shembull në botë. Atëherë shumë faleminderit për ta mbyllur. Ju përmendët që 80% të shqiptarëve nuk kanë diploma, por kjo kufizon nuk janë të shkolluar me shkollë të lartë, por kjo kufizon faktin që ne kemi të drejta dhe duhet t'i mbrojmë, kufizon faktin që ne duhet të kemi një pjesë të pushtetit. Është me vërtet që ne konsiderohemi deri në një farë pike, por pushtetin e plot e kanë politikanët. Janë qytetarë të cilët votojnë, por jo që krijojnë shtetin ose ligjet e saj. Nëse shteti do të krijojë nga njerëzit dhe ligjet e saj, nga ai pa një hierarki, shteti do të binte dhe vendi do të lihej në kaos. Pra ne nuk themi që nuk është e drejtë që pushtetet nuk kanë, politikanët nuk kanë pushtet, por
është shumë e drejtë, por ndonjëherë ne duhet të ndërgjegjësohemi dhe t'u japim më shumë zëgjërave. Siç përmendëm edhe tek ekonomia qarkulluese, politikanët tregjet dhe pastaj vjen konsumatori që kanë më shumë fuqi. Është i pari politika që vendos për ligjet, më pas tregjet të cilët ata i zbatojnë këto dhe konsumatori ka thjesht fuqinë e ndërgjegjësimit. Faleminderit. Atëherë ajo që the në lidhje me të drejtën e qytetarëve që kanë të drejtë kanë domethënë të drejtat e tyre për të votuar apo për të marrë vendime lidhur me të ardhmen e tyre apo ligje të ndryshme që zbatohen për ta, është e vërtetë. Por realisht për sa kohë një pjesë e madhe e popullsisë nuk është në dieni të asaj që realisht na pret në të ardhmen, marrja një vendimi të gabuar në bazë të këtyre padieje do ndikonte drejt për drejt, ndoshta jo në mënyrë drejt për drejt, por në mënyrë tërthor pas disa viteve do ndikojë drejt për drejt tek neve. Jo vetëm tek politikanët, pasi neve kapemi gjithmonë tek pjesa që politikanët kanë të ardhur apo kanë mundësi që të ndalin mbi këto probleme që shfaqen në Shqipëri, por normalisht do ndikojë edhe popullsinë, kështu që në përsa kohë ata dëmtohen vetë. Atëherë në një farë mënyre nuk ja vlen që të ndërmerren masa në një moment në bazë padijes. Kështu që mund të themi që duhet të bazohemi në dituri dhe në masa disiplinore apo ide që merren në bazë të atyre njerëzve që realisht e dinë se çfarë mund të na presin në të ardhmen ose çfarë mund të ndodhë. Mirë, faleminderit të dyja vajzave, faleminderit skuadrave, faleminderit mësuesve që u kanë sjellë këtu që po na ndjekin mbrapa. Një përkitje për to dhe për gjithë stafin. Për të gjithë stafin akademik që i kanë ndjekur, sigurisht janë edhe dy drejtoritë e shkollave, pashë që kishin drejtoreshat, shumë faleminderit. Është kënaqësi që gjithmonë kur vim në Sarand gjejmë të rinj të përgatitur që vinë me dëshirë për të qenë pjesë e debatit dhe aktualitetit, sikurse do të thonim ndryshe. Tani është momenti që juristë japim kohën e dur për të bërë vlerësimin, ndoshta tek sallat e tjera ka hapësirë, shqyrë zoti. Kështu që kemi pas pak për të marrë rezultatin.
Mirë, ja ku jemi. Tani është momenti që të zbulojmë rezultatin. Padyshim edhe komentet dhe sugjerimet apo këshillat që mund të ketë Juria për sa i takon performancës që ndoqëm edhe që patë mundësi të kemi në këtë ditë të këtij debati sa i takon rajonit të Sarandës. Kështu që fjala është për ju. Përshëndetje. Atëherë, pa dashur të ndalem shumë në çfarë shkoi mirë dhe çfarë shkoi keq. Ajo që doja më shumë t'ju jepja si këshill, duke qenë se pozita jo nuk është një pozitë shumë e thjeshtë. E di që nga ana juaj është e vështirë ta asimilosh disa nga informacionet që ne japim, por është shumë e rëndësishme në momentin që jeni përballë njëri tjetrit të mos lexoni fletën. Është thelbësore. Sepse jemi duke bërë një debat, jemi duke u munduar të japim një argument dhe që ai argument jetë bindës nga pala tjetër dhe që të mund të kundërshtohet apo të aprovohet, është shumë e rëndësishme që të jetë bindës për ju. Dhe nëse nuk është bindës për ju, nuk është bindës as për palën kundërshtare dhe as për jurin. Prandaj, ajo që do t'ju kërkoja është që kur bëni praktikën e përgatitjes, të vjeni përballë njëri tjetrit dhe atë çfarë mësoni, që ndoshta dhe mësoni përmendësh, ndoshta e keni pastaj më të thjesht për ta shkruar, por thojeni me fjalët tuaja, sepse është më mirë që të arri kjo pjesë tek Juria, sesa të arri pjesa që jeni duke lexuar gjatë gjithë kohës. Unë ju përgëzoj, mundohuni të punoni akoma më shumë për të përmirësuar për herës tjetër. Atëherë, përshëndetje, si fillim doja t'ju përgëzoja të dy shkollat për mënyrën e përgatitjes. Nuk do bien përsëritje nga ajo çfarë antarja tjetër e jurisë tha, por do ndalem pak në disa pika sepse duhet i keni të mësuara edhe për radhën tjetër, për vitet në vijim, qoftë edhe për eksperiencat tuaja personale. E rëndësishme është gjua dhe komunikimi sepse keni patur një ndër pikat kryesore për sa i përket të debatit. Kur flisnit, po më thënë, dini pak a shumë sepse Eli e tha, nuk shikonit njëri tjetrin, ju humbi komunikimi me njëri tjetrin, por e rëndësishme është të shohim kundërshtare, domethënë sa të fort jemi ne dhe kjo na shpije në vetbesim. Në pjesën e vetbesimit ju ishit pak e humbët, kishit shumë emocione, nuk e di pse, sepse besoj që disa nga ju, të paktën në vitin tim të tretë që ndodhem si antar jurie në Sarand, keni qenë disa nga nga nxënësit, më falni. Pjesa tjetër, unë kam mbajtur disa pika, disa shënime. Në rangun e grupit ishit mirë, do ndalisha pak tek vajza që emocionua, nuk është problem, më thënë një këshill, po ndalem sepse po të shoh që je pak e emocionuar dhe tani nuk është problem të emocionohesh, e rëndësishme është ajo çfarë ti di. Dhe duhet, a mund të më shohësh në sy, mos u emociono, nuk është fare problem. Nuk ke pse i shpreh emocionet edhe me lot, ishte shumë mirë, përmirësohu në të ardhmen për t'i përballuar pjesën e emocioneve, bravo, sepse e rëndësishme është ajo çfarë ti ke brenda dhe çfarë ti di. Kështu që informacioni ishte i saktë. Për sa i përket liderave, më falni, sepse do zgjatem pak, por ju e humbët pak fillin e temës. Domethënë, morët njëra tjetrin në vorbull, tema doli jashtë kontekstit, fillua duke mbrojtur argumenta për kundërshtarin, besoj që ja kuptuat, apo? Mirë, gjithsesi ju sugjeroj që të punoni akoma dhe më shumë dhe të thoni atë çfarë ju mendoni, çfarë ju dini në të vërtetë. S'po zgjatem më shumë, ju uroj shumë suksese, ishit mirë, kështu që forca në fazat e tjera dhe në përgatitjet e ardhshme, në çfarëdo lloj kompeticioni që ju të merrni pjesë. Ju uroj suksese. Mirë, dhe unë dy fjalë shkurt para se të shkoj tek pikët. Debati i parë në nivel grupi ishte më i mirë, edhe më këndshëm për ne për ta dëgjuar. Kishte element shumë të mirë komunikimi. Është e vërtetë ajo që goca që emocionuam, që është e vërtetë unë po shkruaja vetëm gjëra pozitive deri në momentin që emocionoj, po domethënë linja logjike që po fliste ishte shumë e mirë. Kështu që edhe më jepi forca vetes. Te debati dytë pastaj tema u bë pak më e përgjithshme se ç'duhej, edhe do doja shumë që lexoni temën në çdo rast, jo vetëm në debat, po edhe në debate të tjera që mund të keni qoftë edhe me njëri tjetrin, të kuptoni
thelbin e temës. Pra janë shumë gjëra që ndoshta ju prekin edhe juve kur vjen fjala te demokracia, te politika, se nuk është çështja vetëm ta çojmë pavarësisht se elementi i luftës qëndron dhe ishte një pikë fort në debat, po ka ca gjëra që janë më lokale dhe më tu. Peshe keni ju si të rinj në qytetin tuaj. Pra, a e dini që ju keni fuqinë që ti drejtoni kryetarit bashkisë me një letër dhe ai ka detyrimin ligjor t'ju kthej përgjigje. Pra këto janë element që përbëjnë demokracinë. Pastaj nuk u prek fare që pra ngecët e politikanët edhe të qeverisja, të votuarit, të korrupsioni në gjatë votimeve, po demokraci do thotë edhe një pushtet gjyqësor. Pra demokraci është edhe media, demokraci është edhe sindikatat që kanë një rol përfaqësues punëtorëve. Pra janë nocione sigurisht të reja, por i them këto sepse unë shpresoj shumë që si debati i parë, që ju kishte një përgatitje paraprake, si debati i dytë që ishte spontan, ju shtoj kuriozitetin. Pra gjithë debati është mendimi kritik, po dhe kurioziteti. Pra mbasi mbaroj debati i dytë, ju tani shpresoj që ta keni një temë edhe në vazhdim, edhe të kuptoni më shumë, por e vërtet çfarë peshë kam unë në demokraci. Edhe është e vërtet që vetëm politikanët e kanë këtë peshë, se mbase gjejmë dhe përgjigje. Pra, a jetojmë një sistem që kam unë një rol caktuar në shoqëri, është e vërtet që vinë votimet, unë votoj dikë edhe u zhduk. Se ndoshta këtë gjë në bëjmë dhe ne. Pra nëse kemi mendimin që ky zhduket dhe ne se kërkojmë vërtet pushtetin ton, kështu do ndodhi. Pra domethënë kam shkruar aty kurioziteti. Domethënë kurioziteti ju bën juve që të mësoni më shumë, edhe të kërkoni më shumë në mënyrë të pavarur. Shumë sukses, unë mendoj që ishte debat i mirë. Diferenca është vetëm një pikë, kështu që për shkollën Bido Seko kemi 165 pikë dhe për shkollën Antonia Thanas kemi 164 pikë. Mirë, faleminderit që ishit pjesë e debatit. Unë do t'ju sugjeroja që t'jepni dorën kundërshtarit. Nëse mund ta quajmë kundërshtar, jemi bashkëmoshatar. Edhe shumë sukseset më teshme.